Më tha, do ta bëjmë një marrëveshje me LDK-n. Ju e keni ditë sa deputeti kemi na. Çka ndodhi që prej 80 deputetëve që ishin mjaftueshëm për një herë nuk ishin më të mjaftueshëm? Çka ndodhi? E para, e dyta, ju po thoni si kemi pas 80 vota për Vjosa Osmanin. Me sa vota shkove ti në kuvend me u votu? Me sa vota shkoi Feride Rushiti në kuvend me u votu? A e tu kuptu që... Më falë, ajgarje të boa, lutëm, pyetja ke, me sa vota tu ka ndosht? Sepse rrugës ki thonë se mjaftoj votat e tua, se veshe më rezultitena, se insistojshë në artena. A i ke pas paku dy deputet që kanë thonë nuk e votojnë Vjosën Osman? I kemi pas deputet që kishin qenë gjeni me votu këtë do që kishë marrë mirat u këshili për gjithë shumë. Ku jena të 15 vota? Që së më ki testu, që së më ki testu, se se ki probleme. A më falë, për testime, e qka boni dy dit e fundit më reglau për njufta, nëse jo testime. Përveç që, ati shka është dalimi, ju se keni problem me i nërshtu, me i testu dhe me i trajtu njerëzit në mos seriositetin matë, po ti i testu mjeq dhe det. Ty t'ka testu pa pikën e problemet. Ti ki pranu mu testu. Ki pranu mu testu dhe heq kec t'ka ardhë. Heq. Me thonë, kështu bash tërësh, nuk ka as avokat, as nuk ka fuqi që më në mbron vetë vendosjen që nuk në ka qunë zjedhë. Edhe që dije që s'ka dosht president unifikus. Vesh një, Albin Kurti shkoj kënë konferencë, mas konferencë, në ditën ku na e numroj shumë ditë për me zjedhë presidentin, a i shkojnë kënë konferencë anë e për Evropë. Diskutimi vrana, takimi në kuvend, se honë sa në kuvend, nuk ka qenë asë zot tjetër vetëm një forës me kriju një rast potencial për gjykatë kushtetuese. Kur s'ka pas qëllim. Shqyr më rëzot që nuk i një shku në votim të dytë. Me u mundu me bo edhe njëherë votimin e dytë. Ai votim, këtu po ju thëmë, kolegëve të mi edhe opinionit publik, nuk ishë ndodhë. Për shkak se në momentin kër e keni bot parin, e keni shkel kushtetutën edhe është dhënu edhe karon desh, zoti Kurti, me krejt që ka full gjatë gjithë procesit të konsultimit për president. A i thëjke 86 vota, a i thëjke mjaftojnë 81 vota, a e shtini kutin edhe votimin me 63 vota. Kalojmë tek ekonomia. Tema e dytë. Nga 20 minuta i keni pasur të ditura temat që janë të ndara nga 20 minuta. Ama se këna di që Glebu ka me full sa nësë në vërdita. Ekonomia, investimet kapitale, çmimet. Duhet mi pozit depozita, se dikur thoj ke e dopt është ajo pozit që do në mja kërë depozita probleme. A shkojmë të tema e dytë, nuk tema për president. A ka dhonë vendonues janë emër kërë konë opozit? A ka dhonë emër president në emër? Për president. A shkojmë të tema e dytë. A më me citu vetë vetën, Glau? Investimet kapitale. A priton, qka ka propozu? Ka propozu 3 emra. U kry tema u kry. Kosova nuk ka president, të djelen kena zgjedi, kjo që është... E qama e... Sa një sanë që shtu si shdi pa vërdet, që shme lojnë të ashtu në kështu? Ti e lenë, mande, të djelen... Ose su dash me thonë. Kush? Su dash me thonë, sepse e tha, Falumir Abdizhiku i ka propozu 3 emra, qa tha? Jo, Albania ka propozu ati. Qa ka propozu? Mirë, nuk është tira e forë që peta i Glebu Kunjuca. Nuk do të mere si lajmë. Nuk do të mere si lajmë, sepse ka thonë edhe herën e kalume. Të lutëm, shansa s'pa. Se e tha një send për Lumir Abdizhiku për kandidatën për krye ministër. Jo, i ka thonë 3 emra, i këtë 3 emra se ka ndodhë për shkak se ta kërgjio një me një. Të ngalemi të tema të cilën e kam. Ja, mirë, i shfrytëzën sekundat e tu, do arsa, i shfrytëzën pod. 30 sekunda. Me gjithë respektin për debatin, nuk është mirë me ndërtu krejt karierën tonë dhe politike tu im shef ose tu im bështet gënjeshtat Albin Kurtit, Glauk. Ti edhe thu që ajt ka bo tokë, nështë aty po. Mujtë s'ka mujtë, sepse unë e kom ecë për atyje. E juve tjerve ju banë. Por amanit qoftë, mos mbështet edhe mos mbroj diçka që s'është e vërtet. Dhe më thanë, të kanë binë për diçka që s'ekziston. Imaginojnë çfarë pozicionit qesen. Edhe mu po vjen keq. Sinqerisht mu po vjen, ose është e vërtet, more. A jetu kuptu? Falë.